Zonë dhe zotëri me mbrëma dhe mirë se keni ardhur një info ftesë edhe këtë të njëjtë këtu në televizionin Sot Shtat. Do të kemi sonte një emision i cili në qendër të tij ka kulturën në përgjithësi dhe lidhjet shqiptaro-amerikane. Kam kënaqësinë të kem në studio Kori Kramer, pastor në Kishën e Krishtit. Kori, faleminderit që i thatë po ftesës për qenë info ftesë. Po, faleminderit shumë për ftesën. Shumë herë ju kisha parë në Pogradec dhe mendoja një Amerikan i cili ka ardhur të jap kontributin e tij në qytetin tonë. Është kështu? Po, kam jetuar këtu për 12 vjet tani. Kaq shumë, 12 vjet? Po, domethënë si jam më shumë shqiptar se sa Amerikan ndonjëherë. Jo gjithmonë, por ndonjëherë. 12 vjet dhe ju flisni mirë gjuhën shqipe. Provoj. Më thanë që Kori flet shqip në mënyrë të përkryer. Provoj, por do bëj gabim, me pati. Do të bëni gabime. Gjithsesi, fillimi mbar gjysma e punës, themi ne në Shqipëri, edhe gjuha juaj vlen të lavdërohet. Faleminderit. Si e zbuluat Pogradecin, Kori? Në fakt, zbulovat Shqipëri së pari edhe unë kisha një zemër për të shkoj një kom ku kishte nevojë për një kish ose ku njerëzit për fjalën e Zotit. Po, edhe isha ftuar të vinë në Pogradec, edhe para se të vizitova domethënë një herë, thash po do shkoj. Kështu unë me gruan time, edhe një baby 6 muaj, lëvizim këtu 12 vit më parë, edhe herë parë që ishim në Pogradec ishte atë ditë. Pra ju dëgjuat për herë të parë për Shqipërinë në Amerikë, dhe më pas për Pogradecin. Po, ne ishim ftuar të vinë në Shqipëri për të marrë pjesë në një kamp ku mund të mësojmë anglisht. Me këtë ne ishim mirë. Për shqiptarët anglishte. Po, edhe pas atë vizitë që nuk ishte në Pogradec, ne kishim një zemër i madh për Shqipëri, ishte shumë i bukur. Pra ju pëlqeu tërësisht Shqipëria në atë udhëtim të parë. Po pse piketuat Pogradecin? Apo misioni juaj ju kërkonte në këtë qytet bregliqenor? Fiks. Ne kemi vajtur në Pogradec para se të ishim këtu, edhe ishim pyetur do të vini në Pogradec, të filloni një kish. Pra predikimi saktësisht ju bëri që të lidheshit me Pogradecin. 12 më parë, Pogradeci i atëhershëm dhe Pogradeci pas 12 vjetësh. Ka ndryshime apo është i njëjti qytet? Në sytë e një Amerikane. Shumë ndryshime. Në shumë është një vend më shumë për turist, mendoj. Domethënë shumë të huaj vinë tani. Unë isha i pari me disa që i pari. E zbuluat. Tani jam i vjetër. Tani ju kemi qytetar. Po, edhe ju kemi dhënë statusin e Pogradecarit. Po, edhe familjen tonë është rritur këtu. Fëmijët nuk dinë një vend tjetër. Më kujtohet titulli i Mark Twain, një Amerikan në oborin e mbretit Artur, një Amerikan në Pogradec tashmë. Kori, një Amerikan në Pogradec. Më thatë që kur keni qenë në Pogradec, kur keni ardhur pra momenti parë me bashkëshorten tuaj, keni pasur vetëm një fëmijë. Vetëm një, 6 muaj, një baby. Dhe 6 muaj. Po. Dhe tani sa fëmijë keni? Tani kemi 5. Janë 5 fëmijë, ti keni me jetë në fakt jurojnë. Po, faleminderit. 5 janë në motion, 4, 6, 9, 10, 12. Ja do t'i shikojmë dhe fëmijët, unë do t'i lutem regjis, të më transmetoj një reklam dhe më pas ne ja shpjegojmë edhe shikuesve se ç'është kjo reklam dhe çfarë bën përtej predikimit Kori në Shqipëri. Ndjekim një material. Brendi më cilësor e më i madh i lodrave për fëmijë në botë vjen edhe në Kosovë, te Prishtina Mall.
Reklama Hemlis, në fakt për pjesën e Kosovës, që ju jeni protagonist. Në fakt fëmijët janë fëmijët tuaj, jo, nuk janë fëmijët tuaj. Ka menduar që ishin fëmijët tuaj. Jo, fëmijët e mi ishin pjesën e reklam, por janë fëmijët që janë duke luajtur mbrapsht. Tani, kurioziteti është i madh për shikuesit. Kori, pse te kjo reklam, sepse ju nuk keni vetëm këtë reklam, keni edhe disa reklama tjera që keni realizuar. Ju performoni dhe bëni dhe punën e le të themi personazhit protagonist të reklamave ose personit të përzgjedhur nga një studio për të bërë reklama. Domethënë zakonisht njerëzit kërkojnë një familje, edhe jo vetëm të vendosë një familje së bashku, por të gjejnë një familje vërtet. Edhe zakonisht kur njerëzit kërkojnë për fëmijët, duan prindrit, edhe ne jemi... E kuptoj, jeni bashkangjitur kësaj ideje. Pra, ju jeni përzgjedhur nga një, le të themi, kompani për të bërë reklam. Jo, është zakonisht një kompani ka një person që kërkojnë... Ka agent. Po, edhe më shkruaj. Ai ju ka piketuar dhe ju ka thënë Kori, jeni gati që të bëni pjesë e një reklame? Po, edhe nëse ne bëjmë është vetëm sepse mund të futim në jetën tonë, por zakonisht nuk mund të bëjmë. E kuptoj mesazhin. Ju i keni thënë po në fakt kësaj gjetje, kësaj ftese. Disa herë. Është eksperiencë e bukur të bëni pjesë e reklamave? Është një ditë punë ose 2 ditë, por për familjen tonë është diçka e bukur të bëjmë bashkë. E kuptoj, kur gjërat bëhen bashkë, tingëllon në kuadrin e së përgjithshme së mirë. Si ishit para kamerës? Kishit emocion? Domethënë, është diçka që duhet të mësoj. Më flisni pak për këtë eksperiencë. Nuk jam mësuar me këta. Vetëm në Shqipëri... E kuptoj, ishte njërisi, por që funksionoj. Po, edhe është qejf, është e bukur, është qejf për të punuar një ditë me të kesh një ditë që nuk di. Po, e kuptoj. Edhe në fakt reklama ka dalë mirë. Shumë mirë. Duke një familje këndshme dhe e bukur, edhe pse nuk është familja juaj. E di. E kuptoj. Nëse do keni oferta tjera, nuk do t'ju thoni jo, besoj. Ne themi jo ndonjëherë, ne themi po ndonjëherë do shikojmë. E kuptoj. Pra, jeni dyzuar për vazhdimin tuaj në këtë fushë, të angazhimit tuaj me reklamën. Domethënë, nëse është një gjë e mirë për familjen, dhe të bëjmë. E kuptoj. Në fakt është reklama pjesë e kompanisë, ku edhe televizioni sigurisht aderon prej shumë kohësh, dhe natyrisht ne krenohemi me Tobacco Holding Group dhe kompanitë e kësaj le të themi gjetje kaq interesante për tregun se kundër ndodh jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut Fqinje. Kori, ndalemi pak sërish tek Pogradeci. Si u duken njerëzit? Janë bashkëpunues? Janë le të themi të gjendshëm? Ne, Pogradec për ne ka qenë një aventurë, edhe Pogradectarët janë shumë mirë me ne si Amerikanët. Në fillim, kur nuk dinim asnjë fjalë në Shqip, ishte shumë vështirë, sepse njerëzit nuk dinin anglisht. Tani njerëzit komunikojnë anglisht. Ju tani vazhdoni të komunikoni në anglisht apo në Shqip? Në Shqip provojmë. Është vështirë, nëse krijojmë një marrëdhënie, një gjuhë, është shumë vështirë të ndryshojë pastaj. Kështu më mirë të fillojmë në fillim në Shqip. Në Shqip edhe të perfeksiononi dhe ju Shqipen. Dhe pastaj në raste tjera dhe anglishtja, kur ata kërkojnë që të komunikojnë anglisht dhe të perfeksionojnë anglishten. Edhe Pogradec është një qytet shumë i mirë për të mësuar Shqip, sepse njerëzit flasin Shqip në fillim. Nuk ndryshojnë. Kam qenë në kombet e tjera dhe të gjithë duan të flasin anglisht, kurse këtu nuk di Shqip. Edhe na ndihmon shumë. Jo, në fakt keni ecur, keni evoluar me gjuhën edhe çdo ditë që kalon ju përmirëson. Po. Edhe si kulturë Pogradec është shumë mirë për një familje. Njerëzit janë hapur, duan të flasin, duan të uleni bashkë.
Gjithmonë ka sfidet, por miqësore, po. E kuptoj. Jeni penduar që zgjodhet Pogradecin për të jetuar ka gjatë? Jo, jemi shumë falenderues. Jeni shumë Në falenderues. fillim nuk dija që kishte një liçen. A nuk e dihet që kishte liçenin e Ohrit Pogradeci, Fare. që ekzistonte liçeni? Domethënë pash në Google, por nuk kuptova sa i bukur ishte. Dhe tani jam shumë falenderues që kemi liçenin sepse është vërtet një bekim. Ne përqejmë klimat, kulturë, qetësi, zhurmë e Pogradecit. Pra, e pëlqeni Pogradecin me gjithçka. Keni pas ditur not apo e mësuat këtu nga liçeni? Jo, kemi mësuar. E keni mësuar që në Amerikë? Po. Por fëmijët tonë kanë mësuar Not në liçen. po. Është në fakt liçeni, me sa di së fundmi është shpallur liçeni më i bukur në Europë. Është, duhet jetë. Po, edhe unë vajmet në fillim kur erdha në liçen për të notuar, parë se të hedh veten, ishin disa çune që më ndalloi. Edhe dojnë të siguroj që kisha ujë në zemër. Duhet lagësh zemrën një. Ta e mësova këtu, sepse në Amerikë ne nuk bëjmë ashtu. Pra njeriu duhet lag një ujin, trupin me ujë, siç duket të bëhet ajo balancimi i temperaturës, po. Kurse në Amerikë ne vetëm hidheni direkt. Në fakt shumë detaj bukur që e keni fiksuar, lagja e zemrës me ujë. Një këshill që ja themi kujdo. Të gjithë. Si ndihet bashkëshortja, si ndihen fëmijët në Pogradec? Është vërtet një qytet perfekt për fëmijët. Fëmijët e mi nuk dinë Amerikë tani. Kur ne jemi në Amerikë, ata thonë mund të shkojmë në shtëpi. E kupton, sepse këtu janë mësuar, këtu kanë shokët. Këtu quajnë shtëpi. Po, edhe janë mësuar. Një gjë që ne përqejmë është që këtu ne ecim kudo, kurse në Amerikë, nëse duhet të shkot në një dyqar, duhet marrësh makinën. Makinë për gjysmë orë. E kuptoj, distancat janë të largëta. Po, bashkëshorti ime është shumë mirë këtu, ajo ka një zemër i madh për Pogradec edhe është vërtet. Çfarë profesioni ka bashkëshortja? Ajo nuk ka, ajo ka 5 fëmijë. Kjo është profesioni e saj. Është kuptoj. Një nën e mirë. Ne ju themi familjare ose shtëpiake. Rit fëmijët. Ndihet mirë edhe ajo në Pogradec. Këtë ftesje u keni bërë miqve, shokëve tuaj në Amerikë, Europë për të zbuluar Pogradecin? Po, edhe ata. Shumë kanë vizituar, edhe i kanë thënë po ftesës suaj? Shumë. Po, edhe kur ne jetojmë në Pogradec, Shqipëria, shumë nuk kanë dëgjuar për Pogradec. Edhe Shqipëria është akoma një kombi vogël, kupton? Sigurisht. Por kur vinë është si sa mirë, nuk është një zbulim, një gjetje. Sepse në Europë, Shqipëria është e veçantë, është si një kulturë që nuk është duke ndryshuar aq shpejt se sa të tjerët. Fëmijët flasin shqip apo anglisht? Të dyja gjuhët. Po, më të voglat më shumë anglisht. Po mësojnë. E kuptoj. Ndalemi pak te kulinaria. Ju pëlqen ushqimi pogradecar në tërësi, ushqimi shqiptar? Po, ne pëlqejmë shumë, është më pastër, më i lehtë. Më bio. Më bio. Po, këta ne pëlqejmë shumë. Perimet, frutat këtu janë 10 herë më mirë se sa në Amerikë, me shije. Një domate në Amerikë është ujë. Ndërsa këtu ka vitamina. Po, këta ne është ushqyese, me vlera ushqyese. Pra jeni përshtatur me ushqimin. Kush është gjëja që ju pëlqen më shumë nga gatimet pogradecare? Fasule. Ju pëlqen fasule? Vërtet. Fasulet me mish. Po. Kam provuar Koran. Si është dukur Korani? Shumë mirë. Të gjithë më pyet, ke provuar? Ke provuar Koranin? Po, edhe është e mirë, është shumë mirë. Sepse nuk kam qejf peshk nga uji të fresk. Kam më shumë qejf peshk e detit, por Korani ishte mirë. Korani ju pëlqen, edhe pse preferoni peshkun e detit. Byreku? Shumë mirë është. Ju pëlqen dhe byreku? Po. Byreku tradicional pogradecar. Me qep domate, është e preferuar. Por ai me gjiz?
Po, është mirë. Është mirë, por ajo që është preferencë juaj. Po, domate qepe është e preferuar. Ne nuk dim si të bëjmë byrek. Duhet të mësojmë, por s'keni mësuar në këto vite akoma? Akoma. Është një rast i mirë Unë nuk gatuaj. Për ta mësuar, po sigurisht bashortja. Po, ajo gatuaj shumë mirë, por byrek është si diçka që shqiptarët bëjmë për ne, se di. Po pjesa e pijeve, rakia, vera, që janë tradicionale në Pogradec, si qëndron raporti me pijen tek ju? Rakia është i fort. Është i fort. Nuk dija në fillim. Edhe nuk dija që çdo person di si të bëj raki dhe verë. Unë nuk di si të... Në Amerikë ndalohet kjo që ta bësh në shtëpi. Nuk dim. Por këtu, sigurisht... Çdo person ka... E ka këtë mundësi ta kultivoj. Keni provuar raki, keni provuar verë Pogradeci? Po, kam provuar. Është e mirë. Është e mirë. Jeni dehur ndonjëherë? Jo. Por nuk dua, unë nuk kam provuar atë shumë herë. Rakia është shumë i fortë. Rakia është e fortë. S'mund të pi shumë. E kuptoj, por gjithsesi e keni provuar edhe shijen e tyre. Jeni bërë pjesë e festimeve të festës fund vitit të verës, të verës pije? Po. Ju është dukur pak feste e çuditshme apo? Jo. Domethënë nuk marr pjesë shumë. Unë shikoj, por nuk jam ruani veten të jeni esëll, themin e Pogradecarët. Mos t'ju pushtoj pija, edhe të komandoj pija pastaj tek njeriu. Ne ju themi njerëzve të tillë të dehshëm, të pirë. Është e rrezikshme. Është e rrezikshme, po. E tepërt i bën dëm shëndetit. Disa gota janë normale. Por gjithsesi ju i keni provuar. Kam provuar, po. Po mollët e famshme të Pogradecit? Cili është? Mollët. Starkinka, nuk di. Si? Starkinka e tushe mishtit. Se di çfarë është? Molla Apple. E di, por nuk kam provuar, nuk kam dëgjuar për këtë. S'keni dëgjuar? No, të shkoj pastaj. Po, do të shkoni ta provoni. Në shtator, mollët janë shumë të famshme, mollët e tushe mishtit. Dhe zonës së Pogradecit. Akoma po mësoj gjëra. Po sigurisht, ju do të njihni, ka plot momente të tjera. Le të themi nga monumentet historike të kulturës, keni parë, keni lëvizur në zonat përreth Pogradecit? Domethënë jashtë qytetit. Jashtë qytetit. Po, kemi... Keni bërë vizita? Po, në disa fshat, disa vendet të ndryshëm, emrat nuk di shumë mirë. Por që ju lëvisni. Po. Keni vizituar varet e Selsës? Jo. Janë diku në zonë e Mogrës? Jo shumë. Jo shumë gjëra të tilla, e kuptoj. Po, ne... Mozaikët e Linit? Kam parë. Keni qenë në Lin, po. Bukuresht. Po. Në fakt, kur prindrit e mi ishin aty, shkoma atje, edhe babi pëlqej shumë. Pëlqeu vendin aty. Ka një moment që e pëlqeni shumë këtu në Pogradec? Unë pëlqej verën këtu, e shumë qejf. Domethënë liçen, Stina e verës. Po, edhe ka shumë aktivitet, shumë për të bërë, e shumë qejf. Dhe ju ndjeni mirë me Pogradecin? Po. Në kaq vite sa jetoni në Shqipëri, një qytet tjetër që ju ka bërë përshtypje në Shqipëri, ku mund të jetonit? Do është në kryeqytet? Në Tiranë? Jo. Ju duket e zhurmshme? Ja, është. Por për ne, gjithmonë kur ne shkojmë në vendet të tjerë, janë disa që janë shumë të bukur. Gjirokastër më pëlqen shumë, ishte shumë bukur. Por gjithmonë ne jemi falëndërues që jetojmë në Pogradec. Po Gjirokastra, Berati. Berat nuk kam qenë. Nuk keni qenë në Berat. Jo. Është pak larg apo jo? Tani larg. Shqipëria, kjo është një vend i vogël, por keni kohë të zbuloni Berati. Po. Do shkojmë. E kuptoj. Pjesën më të madhe të ditës ju e kaloni te kisha, që mban emrin Kisha e Krishtit, këtu në Pogradec? Po, ne... Ju jeni pastor aty? Po. Ne kemi në vendin e kishës tonë kemi edhe një lokal, kështu ne kalojmë shumë koha në atë lokal, 7, edhe në kish, edhe unë bëj shumë punë
në zyrin tim sepse studioj për të predikuar mësimet këto gjëra. E përditshmërisë. Në pjesën e dytë ne do të ndalemi tek predikimi dhe kisha, tek momentet që ju ndani sigurisht me të gjithë besimtarët që bën pjesë e kishës tuaj. Shumë mirë. Në këtë pjesë të parë do të qëndrojmë edhe pak tek Pogradeci dhe vlerat që përçon ky qytet tek të huajt, të cilët dashurohen pastaj me këtë qytet. Dashuri pa kushte? Çdo gjë ka kusht. Çdo gjë ka kushte. Për amerikanët çdo gjë ka kushte. Jo, por janë sfidat në çdo vend. Po, nuk e vën dyshim që sigurisht mbetet qytet sfidues, po. Po, edhe çdo vend ka bekimet. Por unë shikoj që më duket se janë më shumë të huaj që po vinë në këtë kohë. Dhe updatojnë me qytetin. Po, edhe unë inkurajoj të gjithë të hyjnë në kulturë, hyjnë me gjuhë, të jep pjesë e qytetit, jo të huaj këtu. Sepse është më i bukur. Të shkrihen me qytetin. Fiks. Mos mbajnë atë distancën që deri diku i vështirëson gjërat. Po. Sepse janë marrëdhëniet shumë të bukur që mund të gjesh këtu. Por nëse si një i huaj, në mur që ke është gjuhë, por nëse kalua të mur, është perfekte. Sepse e di çfarë është vërtet, shqiptarët janë shumë besnik si shokët. Edhe kur janë besnik, është si familje, edhe kam lënë bukur. Po, kam lënë familje ime në Amerikë, por unë kam familje edhe këtu. Po, e kuptoj. Familjen e madhe të qytetit. Edhe unë diem që ne kemi shumë njerëzit që janë si vëllezër, motër edhe për fëmijët e mi kanë gjysh, kanë xhaxhaj edhe teza, kupton? Njerëzit që janë familje për ne. Sa herë shkoni në Amerikë? Ktheheni në vendlindjen tuaj? Unë shkoj ndoshta një herë, 2 herë në vit vetë, si një familje shkojmë ndonjë çdo 2-3 vit. Jo shumë. E keni rritur diferencën, e kuptoj, përballë Amerikës. Prindërit tuaj thanë që jetojnë në Amerikë? Ata janë në Amerikë, edhe për kanë vizituar si 8 herë këtu. 8 herë kanë ardhur prindërit, e kuptoj. Jetojnë në çfarë qyteti? Domethënë kush ka qenë qyteti juaj në Amerikë? Seattle, Washington. Po. Është në anë të veriut. Klima është e njëjtë apo? Jo, në Seattle është vetëm shi. Gjithë vitin është vetëm shi, kështu këtu është shumë më mirë. Këtu ka dhe diell. Edhe dëbor. Por në Seattle është vetëm shi. Stina e dimrit ju pëlqen, me që kujtua dëborën edhe... Në fakt, si në vjetra e shumë pak dëborë. Po, nuk ka qenë aq keq në fillesat tuaja ka pasur dimër. Po, unë më bajman që njerëzit tha, je i gati për dimër? Thash, po, çfarë është problemin? Edhe pastaj, ne çdo gjë ishte shkrir, frozen, si them? Akull. Po, edhe s'kishim ujë, nuk kishim ngrohtë, si isha gati, sepse nuk kuptova sa keq mund të jetë dimri. Por këto dimrat që kemi... Ju përgatitën. Tani jam mësuar, por akoma po mësoj. Tani që ju mësua dimri, nuk bën dimër. Fiks. Ka harruar dimri të vi në anët tona. Po, tani nuk kemi atë shumë dëbor, por Pogradec mund të jetë shumë ftohtë. Veriun e Pogradecit e keni mësuar, besoj, erën e liçenit që fryn. Po, ato ditë janë shumë keq. Janë ditë të vështira. Do të vishësh pak më trash që ta përballosh. Fiks. Në Drilon keni shkuar, e keni parë? Shumë. E keni vizituar? Po. Parkun e Drilonit? Po, është një aventurë shumë e mirë. Sepse nuk është larg, por duket si shumë larg nga qytetin. Bukur është. Bukuri që jetojnë vetëm duket sikur ajo vetmia që themi ne ndonjëherë me njerëz. Po, edhe për fëmijët është perfekt. Natyra, ambienti. Edhe barka. Perfeksioni. Po, edhe varkat. Keni bërë xhiro me varka? O ja. Po në liçen? Shumë. Jo, xhiro me varka në liçen. Po, ato që janë me pedale. Po, kemi bërë. Jo, shumë mirë. Domethënë pak a shumë ju
po perfeksionojnë me Pogradecin në të gjitha mënyrat e mundshme. Po, edhe ka shumë gjëra që mund Po sigurisht patjetër do t'i zbuloni. Po. Dhe zbuloni deri në fund. Mbetet një qytet okazional Pogradeci, pasi e zbulon, duket sikur të prangon, duket sikur të mban me vete. Dhe të lëshon të ikësh. Ne jemi thellë tani. Nuk duam të shkojmë në një vend tjetër. Kemi jetë këtu, punë këtu, kemi punuar shumë me njerëzit, me gjuhë, kështu. Tani jemi themeluar. Po ndërtoni atë shtëpinë tuaj tashmë, le të themi të re në Pogradec, shtëpinë e këtij qyteti, ku miqt janë të përditshëm në këtë njohje që vazhdon në qytetin Bregliqenar. Po. Miqësitë e reja besoj shtohen. Po, edhe domethënë është ndryshëm kur isha 29 kur lëvizë këtu, tani jam 42, kështu. Unë jam ndryshëm edhe vitet. Në fakt nuk tregoni për moshën. Duket sikur ka ngelur ora. Jo, jam duke moshuar. Si të gjithë. Sigurisht. Grow up-i bën të vetën, rritja është pjesë e jetës, mekanizmi i jetës. Po. Janë momente të bukura, këto të shenjuarat në Pogradec, këto vite që ju po kaloni këtu. Po, është, domethënë kur mendoj për jetën që fëmijët e mi kanë, shumë ndryshëm se sa unë kisha kur isha i vogël, por në disa mënyra është fiks njësoj, kanë shokët, luajnë në qytetet. Janë përshtatur me qytetet. Po, luajnë sport me shokët edhe është shumë mirë. Dhe jeta, kjo është jeta në fakt, kur çdo gjë është në perfekcion, është në vendin e duhur, themi ne. Dhe me ju kështu ka ndodhur familjen tuaj. Po. Kori, sa Amerikan ka këtu në Pogradec, komuniteti juaj? Nuk di. Nuk di? Unë di që janë, por s'kam qenë... Nuk e keni një informacion të saktë? Jo. Keni kontakte me ta? Takojmë njëri tjetrin, por nuk kam një komunitet. E kuptoj, nuk keni një komunikim të vazhdueshëm. Zakonisht nëse ke ndonjë pyetje ose ka nevojë për ndihmë, gjithmonë juve jeni të gatshëm. Po. Sepse është vështirë, kur në fillim kur nuk di ku të gjej, unë mbaj mend herë parë që të kisha paguar për drita. Drita dhe ujin. Edhe më dhanë një libër. Librez. Po, por në Amerikë nuk isha këta. Ju i paguanit online atje? Online ose në post. Ose në post. Por jo me një librec, kështu duhet të gjej dyqan. E bukur kjo. Po, këto janë experience që Amerikanët nuk dinë si të bëjnë. Dhe ju mësuat edhe me këtë mënyrë të pagesës? Me gabimet, po. Por prandaj nëse janë disa të huaj që nuk dinë gjë, unë jam i gatshëm të... Thoni një gjë të bukur që ju ka ndodhur në Pogradec edhe një gjë jo të bukur. E fillojmë nga gjëja jo e bukur. Gjëja më e bukur. Jo e bukur, pastaj e bukur. E mbyllim me të bukurën. Me jo e bukur. Domethënë kur ju ka sjell mërzi, trishtim. Okej, në fillim kur iku drita. Ju nuk ishit mësuar me këtë. Jo. Por kur ishte, 15 minutë, në rregull, kur është 4 orë, 5 orë. Është shumë kjo është, çfarë duhet të bëjmë, sepse edhe kur flasim me njerëzit thanë presim. Kur Amerikanët janë duhet të rregullojmë. Direkt, por gjithsesi kjo gjë është reduktuar tani, është bërë në ekzistencë mungesa e dritave. Tani më mirë. Në fillim edhe ne do të bëhemi si gjithë bota, do të futemi te këto nivelet e standardeve që duam të prekim edhe duam të arrijm. Po më e bukur? Më e bukur, unë jam shumë falendërues që keni zgjedhur Pogradecin. Kemi zgjedhur edhe mënyra që këtë qytet është, domethënë, hapur për të huaj. Nuk është gjithmonë ashtu, por gjithashtu ka shumë aktivitet që janë qef, edhe njerëzit janë shumë, çfarë është fjalë, mirëpritshëm. Mikpritja. Mikpritje.
Edhe për këta jam falendërues që mund të takoj njerëzit shumë e lehtë, ndoshta nuk ke një marrëdhënie shumë e fortë, por të gjithë janë të funksionon. Kjo është pjesa më e bukur që ju ka ndodhur në këtë qytet. Po. Edhe kjo është shqiptar. Është cilësi shqiptare. Fiks. Në kombët e tjerë janë ftohtë, nuk flasin, nuk shikojnë njëri tjetrin në sy, kupton? Këtu në Pogradec. Kush je? Korisia. Fiks. Keni bërë shumë miq? Po. Kemi patër vitet tani. Kur kemi një baby, shokët tonë ka një baby. Sigurisht shtojnë miqësitë, sepse janë kontaktet e fëmijëve ato që e bëjnë edhe këtë mundësi të funksionoj. Mirë, unë të falenderoj për këtë pjesë të parë, do të kalojmë në publicitet dhe në pjesën e dytë do të jemi me aktivitetin tuaj në Kish. Shumë. Publicitet. Publiciteti na ka rikthyer në pjesën e dytë, zonja dhe zotërinj, gjithmonë jemi duke ndjekur info ftesë këtu në televizionin sot 7 me mua vjen të jetë i ftuar në studio Corey Kramer, pastor në Kishën e Krishtit. Para se të kalojmë tek predikimi dhe përditshmëria juaj në këtë kish, dua t'ju bëj një pyetje, Corey. Keni shprehje shqiptare që kanë mbetur në memorien tuaj? Po me fëmijët e mi gjithmonë njerëzit takojnë. Dhe në fillim kur mësuan fjalët, ishte e çuditshëm që dëgjoj zemër ose shpirt. Por sepse në anglisht ne nuk themi heart për një fëmijë. Por tani zemra ime, ta ha zemrën. Po. Shpirti i vogël. Shpirti i vogël. Edhe këto gjëra tani jam mësuar, janë të bukur, por janë të bukura, po. Edhe kur një person moshuar thot këto gjëra me fëmijët e vogël, tani më pëlqen. Në fillim isha skeptik, ç'a janë këto? Po. Okej, Kor. Po këngë pogradecare keni mësuar këngë? Jo shumë mirë si që duhet të bëj. Sjell do të ndonjë ndërmend nga këngët? Jo. Është vështirë. Është vështirë. Po përfshiheni, këndoni kur ka festa? Po, kam qef. Kam shumë qef muzikë shqiptar, këndësimi shqiptar, valle. Valle shqiptare. Cilën valle? Saktësisht nuk dini ta. Nuk di emra. Mirë, do të dalemi te kisha, ndoshta regjia do më ndihmoj edhe me ndonjë foto. Ndalem pak te kisha e Krishtit, që funksionon në Pogradec. Te kjo përditshmëria juaj, ç'ndodh në këtë kish? Është e thjeshtë. Zakonisht ne mendojmë që kisha është një ndërtesë, por biblikisht kisha është njerëzit. Kështu çfarë ndodh kur jemi mbledhur, ne adhurojmë Zotin, ne hapim Biblën, fjalën e Perëndisë edhe mësojmë së bashku, si të kemi besim në Krisht. Kjo është e përditshme. Është çdo të diel takohemi edhe në javë kemi disa studimet ose takimet e tjerë. Ka predikues nga Pogradeci që janë bërë pjesë e bashkësisë suaj kishtare? Unë predikoj edhe kemi disa burrat e tjerë që vinë ose që predikojnë ndonjëherë, po zakonisht jam unë, por kam disa burrat në kishë që kanë qef edhe po mësojnë shpejt. Unë në fakt tani po mendoj që do ishte mirë të kisha ardhur edhe t'ju kisha filmuar edhe të kisha qenë prezent në një nga këto shërbesat fetare tuajat, cilat ju i drejtoni në kishën e Krishtit këtu në Pogradec. Por me kalimin e kohës do ta bëj edhe një vizitë në kishën tuaj. Edhe do ta pasqyrojmë në kronikat tona televizive. Ta fjalën. Bukur. Po, ndalemi te kisha tani. Tek përditshmëria, tek predikimi. Po. Unë dua të siguroj që njerëzit janë duke mësuar nga Biblën, sepse aty besoj që kemi të vërtetën e Perëndisë. Kështu çfarë unë si pastor dua të siguroj është që njerëzit jo vetëm dëgjoj, por janë sfiduar të shikoj çfarë thot Perëndi. Të hap Biblën, të ekzaminoj, të studioj edhe të zbatoj në jetën e tyre. Kështu ne gjithashtu ne lutemi, ne këndojmë, gjithmonë them ne këndojmë me një zë, ne lutemi me një zemër, edhe ne mësojmë nga Bibla me një mend. Kjo është çfarë ne bëjmë së bashku. E përgjithshme, le të themi, po ka mesazhe besoj që përcillen, siç tek çdo besim
fetar. Po. Për shembull, tani unë po predikoj në Ungjillin e Mateut. Kështu ne po mësojmë për jetën e Krishtit. Edhe ne kemi mësuar shumë, është shumë e mrekullueshëm. Ungjilli sipas Mateut thot? Po. Sepse janë 4 ungjille. E di. Po. Sipas Lukës, Marku dhe Gjoni. Bashkë me Mateun bën 4. Por kam shumë qejf Mateu. Pse i keni qef? Sepse Mateu, nëse studion Mateu nga dallë, mëson gjithë Biblën. A gjithë Biblën? Domethënë është e lidhur me Dhjatë e Vjetër, me Zanafila, me krimin, me Eksodi, me Mojsiu, por gjithashtu lidhet me çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Mateu është si qendër e historisë. Është shumë e bukur. Kryefigurë, kryeqendër. Me Krishtin në mes. Sigurisht. Po. Kryefigurë. Po. Kisha mbanemrin e Krishtit. Po. Është pagzuar këtu në Pogradec nga, le të themi, autoritetet e kishës tuaj, apo ka qenë e piketuar që do ketë këtë emër? Si lindi që të ketë këtë emër? Po. Si lindi ideja? Sepse ne kishim një emër tjetër për disa vite, kishë Ungjillore Pogradec, por pas kallimin e kohës unë nuk isha sigurt nëse njerëzit kupton fjalë ungjillore. Por Krishti është më bukur kisha e Krishtit, mendoj unë. Po, sepse është kishën e tij. Edhe doja të siguroj që njerëzit kuptojnë që kjo kishë i përket Krishtit. Jo Amerikanët as këto njerëzit, është ati. Ju etiketojnë ndonjëherë gjatë predikimit Amerikanët, apo tashmë njerëzit ju thrasin me emër? S'kuptova si. Do me thënë, gjatë predikimit, njerëzit ju drejtohen me emrat tuaj, apo thonë Amerikanët? Thonë pastor. Thonë pastorët. Po. Zakonisht pastor. Por jo Amerikanët, Kori. Kori. Po. Do me thënë emri tuaj Kor? Kori, është. E kuptoj, po ka një shpjegim emri tuaj? Jo. Është thjesht emër i përveçur. Po, ndoshta mami ka një histori, por nuk e di. Si e bërë kurioz ta pyesësh. Po. Mbetemi te kisha. Çfarë mesazhesh ju jepni në predikimet tuaja besimtarëve, të rinjve, që bëjnë pjesë e kishës? Zakonisht jemi detyruar të predikoj tek besimtarët, sepse kur jemi mbledhur ne duam të jemi inkurajuar në besim, të mësojmë nga fjala e Perëndis, por gjithmonë kemi njerëzit që nuk është ndoshta herë e parë që kanë vajtur në një kishë, ose janë duke menduar për këto gjëra për herë e parë. Kështu ju këtë kategori njerëzish predikoni edhe sigurisht bëni pjesë të predikimeve tuaja. Ata që janë për herë të parë në një besim. Dua të siguroj që nëse ke qenë në një kishë për 20 vit ose është herë e parë që je rehat për të mësuar. Edhe zgjedh këtë rrugë të besimit. Fiks. Ju në predikim Kori keni veshje apostafate, apo? Jo, vetëm një gjë pak formal. Jam kurios. Po, nuk është si një veladoni priftit. Fiks. Ju nuk keni një veshje të tillë. Jo. Jeni njerëz të thjeshtë. Gjithmonë më thjesht, edhe kjo është çfarë duhet të siguroj që njerëzit kuptojnë, është më thjesht. Domethënë vetëm Biblat, jemi njerëzit me njëri tjetrin në besim, nuk kemi shumë tradite që janë jashtë Biblës, vetëm çfarë është aty. E kuptoj. Keni dëgjuar për harmoninë fetare, që shqiptarët kanë harmoni fetare? Po. Edhe kjo është... E vlerësoni? Po. Është një nga gjërat më të mira. Është vështirë për të mbajtur këtë, por Shqipëria ka këtë. E reflekton këtë harmoni. Edhe është një nga pikat më të forta të besimit. Edhe njerëzit kanë respekt për çdo fe, por gjithashtu janë hapur për të folur pse ata besojnë. E kupton? Në besimin e krishterë, festat janë një lloj në data, apo ju festoni ndryshe Pashkët, ndryshe Krishtlindjet, apo Krishtlindjet janë një datë? Tani festat, kjo është pyetje mirë, festat Krishtlindjes edhe Pashkët nuk janë udhëruar në Bibël. Domethënë janë traditet, por janë pjesë e traditës, e kuptoj. Është traditë, kështu, por ne festojmë Krishtlindjen, ne festojmë Pashkën. I festoni? Kisha juaj i feston? Po. I feston sipas kujt kalendari?
kalendar ortodoks, njësoj me qytetin. Me qytetin, siç feston qyteti, ju përshtateni, e kuptoj me pjesën e qytetit. Krishtlindja pastaj është një fest më gjithëpërfshirëse, të paktën për ju. Po, edhe është gjithmonë një mundësi të shpjegoj kuptimin e Krishtlindjes, sepse nëse shikojmë televizor, duket si është për dhuratë, për zbukurimet, por kjo nuk është mesazhi i Krishtlindjes, është lindja e birit Perëndis. Po. Që u kryqëzua pastaj për mëkatet e njerëzve. Fiks, bravo. Njerëzit sigurisht kanë hallë probleme në përditshmërinë e tyre. Besoj si të gjitha komunitetet fetare, edhe kisha juaj është pranë këtyre njerëzve në nevojë, me ndihma, me zgjidhje problemesh. Ju përfshiheni në këtë lloj altruizmi. Po, të ndihmoj njerëzit në nevojë. Po, të ndihmosh njerëzit në nevojë. Gjithmonë duam të bëjmë, por jeni pranë tyre, besoj, me ndihma, me nevoja që mund të kenë për ndërtim shtëpie, ndonjëherë varet. Jeni pranë njerëzve në nevojë. Po, ne shikojmë problemet edhe ekzaminojmë çfarë është mënyra më e mirë që mund të ndihmojmë këtë situatë, edhe kemi patur shumë mundësi për të ndihmuar njerëzit. Dhe është një gjë e mirë të jesh pranë njerëzve në nevojë, hallet e problemeve. Një dëshmi e mirë për Krishtin, sepse ai ka ndihmuar njerëzit. Një lloj në gjurmët e krijuesit. E kuptoj. Po. Sa e rëndësishme është lidhja e besimit mes, le të themi, familjes, komunitetit? Sa e rëndësishme është? Besimi është kjo është ekstrem. Besimi është gjithçka. Sepse çfarë ne besojmë dhe shohim është besim. Është çfarë ndikon çdo aspekt i jetës tonë. Domethënë, nëse edhe çfarë ne kuptojmë nga Bibla është ne mund të kuptojmë çfarë ne besojmë nga veprat tonë. Kështu unë mund të them unë besoj në Zotin, por nëse unë nuk veproj ashtu, duhet të pyet, a vërtet besoj unë? E kuptoj. Pra duhet të japësh me vepër pjesën e besimit, ta dëshmosh para krijuesit. Fiks. Kështu është, prandaj është e rëndësishme të hap Biblën, të lexoj, të kuptoj, sepse aty mund të gjej të vërtetën edhe ndihmë si të zbatoj çfarë Perëndia kërkon. Edhe kaq që ai kërkon është besim. Këto ndihma sigurohen nga kishat e tjera si motra që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj. Edhe pastaj sillen edhe shpërndahen pranë njerëzve që kanë probleme. Po. Edhe ne kemi patur shumë mundësi që të kemi ndihmë nga grupet, nga Amerikë që vinë për të bën një aktivitet me fëmijët, një kamp apo diçka që është vërtet një organizoni kampe të tilla her pas here? Po, shumë. Po, këtë verë do kemi 3 apo 4 kampe. Aty besoj ka argëtim, por edhe predikim. Po, predikim është çdo të diell, çdo javë ne kemi studim biblik për të gjithë që janë interesuar, edhe unë vërtet dua të ftoj të gjithë të vinë, të shikojnë, të mësojnë për vetveten. Të bën pjesë këtyre grupimeve tuaja. Ka një mesazh që ju jepni njerëzve juve? Gjithmonë, sepse kjo nuk është herë pa që jam pyetur këtë. Nëse kam një mesazh që shpresë është në Krisht. Çfarë shpresë? Shpresë që unë di. E shtjellojmë pak shpresën. Shpresës që unë kuptoj që në të ardhmen çfarë Perëndia do bëj, edhe tani sot kjo më jep gëzim. Kupton? Shpresës që gëzim sot për të ardhmen. E kuptoj, ajo që programohet për nesër. Po. Për fatin tim, për atë që më pret. Po, edhe unë dua për gjithë Pogërnec, gjithë Shqipëria të ketë këtë shpresë në Krishtin. Kuptoj, që gjërat mira të ndodhin edhe gjëra keq ndodhin. Edhe ne të gjithë kemi ato moment kur kemi vërtet sigurisht ka dhe momentet vështira, por shpresa nëse kemi besim në Krisht, në mes të ato problemet mund kemi paqe dhe shpresë. Jo, se vën dyshim që ky është një nga mesazhet që ju përcjellni nëpërmjet shpresës dhe besimit. Për gjithë besimtarët. Po. Momentet tjera që ndaleni në predikimet tuaja. Në kish. Ne
po ecim nëpërmjet jetën e Krishtit. Tani unë di që janë njerëzit që vinë edhe nuk dinë çfarë libër është Bibël, ku është këtë kapitull, çfarë janë këto numrat. Pra ju bëni një lloj shpjegimi Duhet të bëjmë. me durim. Të ndihmojnë për njerëzit t'u të shpjeguar, kuptojnë. Sepse çfarë unë shpresoj që njerëzit kuptojnë në kishën tonë edhe jashtë është që kisha e Krisht Pogërdec nuk janë njerëzit perfekt, nuk janë mëkatarë si të gjithë, por ata kanë besim në Krishtin edhe po provojnë të ecim me Krishtin nëpërmjet fjalën e Tij. Edhe nëse kemi këtë dëshmi, lavdi Zot. Sepse kjo është punë. Predikimet tuaja shoqërohen dhe me lutje, besoj. Po, me lutje. Lutje duket, domethënë janë disa lloje lutje që njerëzit kanë, por lutje thjesht është një komunikim me Perëndin nga zemrën. Jo fjalët që janë pa kuptim, është fjalët me kuptim. Po, ti ndjesh edhe të besosh tek ajo që ti kërkon dhe lutesh. Po. Ose nuk duhet të lutesh vetëm në momente kur ke keq. Sepse dihet që kur ke keq ti do lutesh. Njeriu duhet lutet në përditshmërinë e tij çdo ditë. Ne i falenderojmë Zotin për çdo gjë. Edhe ne kërkojmë ndihmë, edhe kur s'kemi problemet. Po aty është fuqia e lutjes. Zot, më ndihmo të mos kem probleme. Po sigurisht. Njerëzit janë pa hall edhe probleme. Megjithatë, me besimin në Zot zgjidhen edhe bëhen më të lehta hallet e problemet për t'i kaluar. A ndodh kështu, sigurisht. Ju në predikimet tuaja keni besoj edhe këngën dhe muzikën, ndryshe nga besimet e tjera, apo? Po, ne këndojmë, nuk jam mësuar me fetet ndryshme, vetëm di çfarë. Jo, ka edhe aty liturgji, po... Po, nuk kemi liturgji, kemi kënga adhurimit. Këngë adhurimit, ju keni këngë adhurimit. Që janë të thjesh, të gjithë këndojnë, ndonjëherë të rokit duart. Unë drejtoj adhurimin e kishën. Ju luani një vegël muzikore, se zakonisht di që ka pastor që e bëjnë këtë lloj adhurimi dhe shoqërimi të këngëve të lutjeve. Po, kemi, unë drejtoj adhurimin me pianon, kemi kitar. Ju luani në piano? Po. E keni mësuar... Në Shqip? E keni mësuar në Shqip? Po. Të këndoni në Shqip. Pra, jo, më pëlqen kjo ide që nuk këndohet në anglisht, po këndohet në gjuhën shqipe. Është më bukur. Po më bukur, patjetër. Patjetër që njerëzit kuptojnë dhe ndjejnë. Po. Është ndoshta ndonjë gjë dhe në anglisht perfeksionohet anglishtja. Jo. Unë gjithmonë them të huaj që nëse vinë në kish, jemi e pritur, por duhet të dish gjithë çka që ne bëjmë në Shqip. E kuptoj, në gjuhën shqipe. Por ne këndojmë edhe siç thash, ne këndojmë sepse me një zë besimtar duke kënduar. Këngët janë një mënyrë shumë të mirë për të mësuar të vërtetën e Perëndisë, sepse Bibla është e madhe, kupton, duket e frikshëm për disa, por këngët janë më thjeshtë. Nëse unë kuptoj që unë mund të lut Perëndi të më ndihmoj për shkak të një këngë, kjo më ndihmon shumë. Pra gjendet një mënyrë utilitare, e kuptoj, dhe kjo është pjesa e këngës që e bën këtë lloj kapërcimi mes, le të themi, autoritetit të kishës edhe besimtarit, në rastin konkret. Do të jepni një këshill të rinjve? Këshill. Një këshill të rinjve që duhet besojnë tek fjala e Zotit, tek Perëndia, tek Krijuesi. Të rinë sot, unë besoj që kanë shpresë në botën, domethënë për lek, për një të ardhme e bukur. Mirëqenie, standarde, jetesë, shkollim. Por shpresë nuk është në këto gjëra. Nëse ndjekim rrugën e botës, do kemi shumë problem. Kurse nëse ndjekim rrugën e Krishtit, do të kemi shpresë, shpëtim. Kështu, unë shpresoj që të rinj të mos shikoj botën edhe të mendoj që kjo është e mirë, kjo është gënjeshtër. Largo nga botën, ktheu tek Zoti. E kuptoj. Pra të bësh një zgjidhje më të drejtë për drejtë për rrugtimin tënd. E kuptoj. Të njohësh kultura të reja, të njohësh vende të rinj, ndikon në forcimin e besimit. Shumë. Sepse ti shkon me një mision për të prapur fjalën e Perëndisë. Si kundër ndodh me prezencën tuaj. Po, është të
filloja një kish këtu edhe të jem pjesë e kësaj fillim ishte vështirë. Sepse çfarë njerëzit mendojnë është ai Amerikan ka të kishte në atë ndërtesë Papa Fingo në Seven, e kupton? Por unë shpresoj që njerëzit mund të shikojnë jo një Amerikan, por që ata mund të shikojnë Krishtin. Edhe ka qenë shumë sfidues. Kam shumë gabimet, kam mësuar shumë mësimet. Gabimet na bëjnë më të mençur. Po, fiks, edhe besoj që kam mësuar shumë. Sepse në fillim kisha zemër për shqiptar, për nuk kuptova fiks kulturin, atë koma po mësoj. Por çfarë më pëlqen është që nëse ne kryejmë një marrëdhënie si shokët, ne mund të flasim për çdo gjë. Ne mund me kohë jemi shumë, edhe kjo është një gjë që jam shumë falënderues që unë kam mësuar këtu. Që të krijoj një marrëdhënie që të kemi besim me njëri tjetrin edhe të jemi besnik si shokët, edhe nëse ne nuk besojmë të njëjtën gjë. Dhe të takojmë njëri tjetrin gjithë jetën tonë. Jo, normal. Është më drejt për drejt jemi të drejt për drejt. Është më e mira të jemi të drejt për drejt me ata që na duan dhe i duam. Po. Dhe kjo ndodh. Sigurisht në emër të krijuesit. Po. Në rastin konkret figurës së Jezusit. Ka njerëz që ftohen të lexojnë jo vetëm Biblën, por edhe librat e tjerë predikues të fjalës së Zotit. Në përditshmëri. Po. Besoj kisha juaj ka një bibliotekë. Kemi, edhe jemi gatshëm të japim njerëzit çfarë ata kanë nevojë për të mësuar. Literatura është në gjuhën shqipe, vjen e përkthyer apo është në gjuhën angleze? Në shqip. A vjen në shqip? Po. Janë disa, nuk kemi shumë, por kemi mjaftueshëm që mund të prodhon një burim për ndonjë problem ose një doktrinë që njerëzit duhet të mësojnë. Po sigurisht të njihen me kishën, me rregullat e saj, edhe të njohin librat e shenjtë, të njohin figurat kryesore të besimit. Po kjo është mënyra që unë kam besuar në Krishtin. Unë erdha një moment që nuk doja të kuptoj Krishtin sepse një person ka thënë Jezusi është kështu. Unë doja të di për veten. Kështu fillova një... Pra e pat tek vetja juaj. Po, unë kam përgjigje të shikoj kush është Krishtin. Në mënyrë më të thellë, të siguroj që nëse ai është vërtet, nëse çfarë ai tha është real, atëherë unë duhet të jem plotësisht përkushtuar. Këtë dua për të tjerët, të siguroj që ata kanë një marrëdhënie me Krishtin. Jo, unë besoj në Krishtin sepse një pastor tha duhet të besoj. E kuptoj. Beso për vetë. Nisur nga individualiteti, nga vetja. Po si ka lindur besimi tek ju? Në Amerikë nuk di si ka ndodhur. Si u bët pjesë e këtij rrugtimi pranë Zotit? Po, isha në gjimnaz, nuk kisha besim në Zotin, edhe nuk kishit. Jo. Unë jetova plotësisht në mëkat. Në mëkat. Po. Por në fund të gjimnaz, kur të gjithë janë duke bërë plan për universitet, unë s'kisha plan. Edhe unë kuptova që unë kam dëgjuar, Zoti ka një plan për çdo person. Edhe në mend mendova nëse Perëndia është real, ai ka një plan për mua. Edhe plani i tij duhet të jetë 100 herë më mirë se sa plani që kam për veten, sepse unë isha si jam askushi për këtë plan. Po, kështu dorëzova jetën, thash, bëj çfarë të duash me mua. Kështu ka qenë kontakti i parë. Ishte vërtet një moment ndryshimi, edhe pastaj fillova të shkoj në një kish ku isha mësuar si të lexoj. Edhe unë vajtën në Izrael, të siguroj që çfarë besova ishte vërtet. Edhe shkova në çdo vend, edhe aty takova të rrugtimit biblik. Zonja juaj është amerikan. Është amerikane. Por takuam aty. A jeni takuar atje? Në Izrael, po. Edhe pastaj ne të gjithë ishim përkushtuar totalisht të jetoj për Krishtin. Edhe ishim martuar, tha, le të shkojmë diku tjetër, le të shpërndajmë këtë mesazh. Dhe zgjodhët Shqipërinë. Apo vazhduat në Amerikë? Ose Shqipëria na zgjodhi ne. Ose Shqipëria ju zgjodhi ne. Po. Ju zgjodhi juve. E bukur kjo. Ne zgjodhëm Shqipërinë apo Shqipëria na zgjodhi ne. Po. Është vërtet, sepse nuk kisha një listë dhe le të shkojmë. Jo.
ishte, dua të shkoj në një vend ku ka nevojë për ungjillin, ku ka nevojë për ndihmë, edhe direkt njerëzit thanë, ke dëgjuar për Shqipëri? Edhe ne kemi thënë Perëndin, do themi po derisa ti mbyll derën. Po ai nuk mbylli, ai hapet rrugën. Mbyllet një derë, hapet një derë. Sigurisht me besimin në Zot. Kor, unë është shumë kënaqësi që të pata në studio. Shpresoj t'ju kem edhe herë të tjera me zhvillime apo ngjarje që mund të ketë, le të themi, imazhi juaj si një figurë tashmë në Pogradec, jo vetëm fushën e besimit, sepse thamë që Kori vjen si një figurë komplekse, por edhe në fushën e besimit. Me gjithçka që do të përbëj lajm në jetën tuaj. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi që e ndam minutazhin e Infoftes në sot 7 këtë të jente me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit për prezencën. Të nderuar miq, kam qenë me Kori Kramer, pastor në Kishën e Krishtit, këtu në Pogradec, në këtë Infoftes për këtë të jente. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës të jentën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.